Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend teksa protesta vjen të intensifikohet dhe nga ana tjetër Edi Rama vjen sulmet kundrejt individëve të caktuar dhe kundrejt protestës. Po ku do të shkojë vendi dhe ç'e pret Shqipërinë në këtë val intensive të protestës që ka nisur dhe që mbahet çdo ditë para kryeministrisë. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar analistin dhe një nga zërat e spikatur të opozitarizmit në vend, zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, ku po shkon protesta, ku po shkon Edi Rama dhe ku po shkon vendi në këtë val që ka nisur të protestës ku as vapa nuk e ndal dot? Ku po shkon protesta? Protesta po ngjelet aty ku është. Nuk ka asnjë lloj zhvillimi tjetër, nuk ka ecuri, nuk ka përshkallëzim. Ngelemi në një protestë e cila nisi me një ide se do të kishte një masivitet fantastik dhe do të kishte një popull i cili do ngrihe. Dhe realisht në ditët e para, po të shihni 4-5 ditët e para, protesta pati një masivitet shumë të madh. Dhe duke ardhur pastaj dhe po binte ai vrulli asaj proteste. Bie vrulli për një arsye shumë thjeshtë, sepse ishte një protestë e cila nuk kishte kokë dhe nuk kishte kërkesa. Pra njerëzit dilnin në protestë, por nuk dinin se kush ishte kërkesa e protestës. Derisa në ditën e 23-4 arritën të nxjerrin 5 pika të protestës, ku ato 5 pika realisht janë kërkesa politike dhe mund të them me bindje të plot që janë kërkesat e partive të vogla, të cilat morën pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe nuk arritën asgjë. Dhe ato kërkesa që ata shpallën mas zgjedhjeve, ato kërkesa dolën edhe në protestë me një ndryshim se pika e parë e protestës ishte dorëheqja e Ramës. Në protestë nuk dilet me dorëheqjen e kryeministrit apo të çdo lloj qeverie, sepse nuk është pika e parë e kësaj proteste. Ajo që prisja kur të shpallin pikat e protestës, prisja që të shpallin pika ekonomike. Pra, çka do të thotë që protesta të kishte gjithë përfshirjen e popullit në kërkesat e ekonomisë. Ne jemi një vend i varfër, një vend që po kalojmë në ekstremin e varfërisë. Kemi një vend i cili po shkatërrohet në të gjitha drejtimet, po sidomos ekonomia është baza e shkatërimit dhe arsimin e kemi në mënyrë të coptuar. Dhe shoh që aty në protestë ata shpallën disa pika të cilat ishin jo referenduma, jo kodi zgjedhor, jo kushtetuta apo një qeveri teknike pa parti, pa qenien e partive politike si pjesëmarrëse në qeveri, se pra do ta vendosin aty në shesh. Këto janë tipike të së majtës, mund të them deri tek e majta ekstreme, kështu që nuk është se po ndjell ndonjë entuziazëm të njerëzit. Supozojmë nëse do të kishte pikën e parë të kësaj proteste, do ishte minimumi etik, gjë që për 35 vjet politika ka shmangur dhe çdo qeveri e ka shmangur. Jeni të bindur që Rama dorëzohesh në mënyrë urgjente, sepse është pikë të cilën Rama nuk do ta vendosi, nuk ka qejf ta vendosi. Por po të kishte kërkesa për sa i përket bujqësisë, për sa i përket energjisë, për sa i përket naftës, për sa i përket shumë gjëra që prekin direkt popullit do të bëheshin ndjeshëm dhe nuk do rriten kafe, po do ditën protestë. Kështu që kjo lloj proteste me ata me një kokë drejtuese e cila nuk pati kurajon të dilte që ditën e parë të thoshe po ne jemi drejtuesit e kësaj proteste, ne kemi thirrur të protestë, ne marrim përgjegjësi për këtë protestë dhe pikat e kësaj proteste janë 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakor, po ndoshta fakti që nuk kanë nxjerrë një kokë drejtuese dhe një grup caktuar që në fillim ndoshta ka qenë elementi më i fortë i protestës, sepse Edi Rama është mësuar që të kërcënojë, shantazhojë apo dhe blej. Në momentin që unë thras protestën dhe dal në protestë, nëse unë e thras protestën nuk jam anonim. Nëse unë jam anonim do thotë se kam frikë.
do thotë se unë e kam lyp gishtat diku apo dorën diku dhe kam frikë se do sulmohem. Kështu që kjo nuk mund marrësh një protestë 26 ditë, 27 ditë në shesh, pa dhënë asgjë dhe pa pas asnjë lloj përshkallëzimi. Nuk ka asnjë lloj përshkallëzimi. Nëse do të shihni edhe kërkesat të cilat janë bërë nga protestuesit, nga ai grupi, themi se jo protestues, por nga ai grupi që u shpallën, ishin kërkesa pa afate. Asnjëherë s'kishte afat. Asnjë lloj kërkese nuk kishte afat. Se çfarë afati do arrihet? Se protesta këtë ka qëllim. Qëllimi i protestës është përshkallëzimi. Nuk është qëllimi i protestës që ti ta marrësh stand-by këto lloj proteste, të marrësh aty njerëzit për natë, vinë atje, e kupton dhe ikin. Po çfarë do të thotë përshkallëzimi? Dhe çfarë do të thotë në momentin kur mbaron afati? Përshkallëzohet, kalohet në revolt. E ka provuar Lulzim Basha, ka provuar Berisha. Partitë politike ju kanë thënë nuk bën. Dëgjoj, gjën e mirë që ka ajo protestë që duhet të ishte në këtë lloj forme ishte sepse kjo nuk ka flamuj partish, nuk e drejtojnë partitë politike. Dhe unë kam thënë gjithmonë që partitë politike nuk bëjnë as protestë, as revolta, asgjë. Partitë politike bëjnë miting. Po tani nëse ti shoqëria shqiptare del dhe bën miting, unë nuk jam me këtë. Nuk jam me këtë se nuk do arrish askund dhe në asnjë vend. Jo pa qëllim thash, që nëse këta do të kërkonin pikën më të fortë që ishte minimumi etik. Keni dëgjuar ndonjëherë ta kërkojë njëri ta? Po ja do ta realizonte Edi Rama, të gjitha pikat ekonomike do t'i realizonte, edhe pastaj merrte fund protesta. Po, le ta vendosë Rama minimumin etik 500 euro ose 500.000 lekë në muaj dhe le të rri Rama kryeminist. Ja ta them unë. Po nuk e bën dot Rama, sepse minimumi etik nuk është thjesht minimumi etik, se nuk i ka shpjeguar ndonjëherë shqiptarëve. Minimumi etik nuk është thjesht të dha 500 euro në muaj. Minimumi etik rregullon zinxhirin komandues të shtetit. Dhe nuk ka më, sepse do ta fusin në buxhet shtetit. Dhe nëse e fut në buxhet shtetit, ai nuk mund të vjedhë më zotëri. Por kjo të nxjerr shumë pasoja të tjera nga mbrapa, të cilat duhen zhvilluar dhe duhen kuptuar nga njerëzit. Po nuk e ka thënë njëri këtë. Ma kuptoni drejt se kjo minimumi etik është duke sigur i kërkon lëmosh qeverisë, jo e ka detyrim kushtetues. Po a i ka ato kapacitetin në buxhetin e shtetit qeveria për ta realizuar? Nuk ta realizoj tikit vit tjetri. Është qeveria që kërkon votën për të qeverisur. Dalin ata kërkojnë votë për qeverisur dhe në momentin që ti del për të qeverisur, unë kam të drejtë të kërkoj. Po kjo, dakor, drejt, kjo duke si kërkesë që i bëhet një qeverie, ndoshta në vendet nordike, po në Shqipëri, ai nuk po lëviz nga vendi edhe kur ka ish zëvendës kryeministren të akuzuar për korrupsion në Spaku. Nuk më intereson. Unë nuk merrem se kush është akuzuar, kush është mburg. Dhe mua nuk më intereson a ka qeveria apo nuk ka qeveri. Unë kam dalë me qa hallet e qeverisë. Unë kam dalë me qa hallet e popullit. Dhe unë jam popull i cili shoh që mua nuk më del të jetoj në Shqipëri. Nuk më del të shtyje muaj. Unë ka papunësi, ka këtë pranë thash, minimumi etik është ai që rregullon të gjithë marrëdhëniet e vetë shtetit. Por a pat në një kërkesë për biznesin e vogël, pat në një kërkesë për biznesin e mesën, i cili po mbyllet çdo ditë. A kuptoni apo se kuptoni? Këtu dalin sikur po qajnë hallin e qeverisë, s'më intereson fare. Nuk më intereson fare, tiki vit tjetri. Dhe e ti tjetrin që do vi unë prapë të t'i kërkoj. Nëse nuk e bëm, duhet kuptojmë një gjë. Në 91-shin, ju duket kohë e largët, ne nuk e kishim idenë e protestës, e revoltës, e më thehet thash. Dhe kur kemi dalë që kemi rrëzu qeverin nano, mos harroni se 91-shin Partia Punës kishte fituar 70% votave në popull. Dhe ne arritëm me 17 kërkesa arritëm të arrozojmë qeverin nano brenda muajit, nano një muaj zgjati dhe iku. Pa keni bërë herë, keni paju në atë protestë, ajo protestë të kaloj në mosbindje civile, absolutisht asnjë lloj fjale nuk ka. Nuk është protestë nesër më shumë, e sot më shumë.
Po gjithsesi duket se ka tronditur Edi Ramën, i cili ka sulmuar individualisht një pjesë të protestuesve dhe konkretisht edhe Dritan Goxhajn. Ore, Rama do sulmon çdo njeri, ai për të marrë karrikën e vet, do sulmon çdo njeri, do bëj çdo lloj lëvizje. Po nga që duket si element bolshevik dhe mentalitet bolshevik. Po sepse bolshevizëm është edhe protesta. Edhe protesta është bolshevizëm. E njëjti mentalitet është. Sepse nuk mund të thash edhe nuk mund një protestë të jetojë një muaj rresht pa bërë absolutisht asnjë lloj veprimi. Nuk është veprim të ignorin as në komun në zotri. Nuk është veprim që unë t'i bi not për not Tiranës qark. Nuk bëhet protesta natën në vlla. Protesta bëhet ditën. Ç'është kjo protestë natën më? Protesta duhet bërë ditën, jo natën. Nuk bëhet protesta ditën e shtunë, ditën e dielën. Ditën e shtunë, ditën e dielën, qeveria s'është në punë fare. Çfarë sensibilizon? Dhe Rama ka gjetur atë momentin sepse nxjerr, fillon edhe godet individ, normal. Normal sepse thash edhe herë, kur ti nuk del që në fillim, që kjo unë jam ai që kam thirrë. Ky grupim është që e ka thirrë. Po ja zgjeson pra ai. Po si ti asgjësoj, si ma zgjesoj kam unë thras njerëzit, unë ma zgjesoj, si do ma zgjesoj më zot? Nuk asgjësoj unë më zotri. Po duke përdorur teknika të tilla pra të denigrimit publik. Po si do më denigroj mu doli Rama në protestën e naftës, Rama doli e tha ai është armiku më zotri. Po pastaj çam denigroj mu? Si denigroj? Po nuk denigron qofse ti s'ke zhyt durët valla. Po qofse ti ke marrë lekët kësorës, këtu ndel sikur po vugrin, normal do të denigroj. Qofse je i pastër, nuk ka kush denigroj më zotri. Qofse ti mu ma bë protestën rutinë. Kjo është protestë rutinë, ma e kuptoni apo s'e kuptoni? Po, apo lodhen njerëzit me një mënyrë të tillë të protestuari? Po patjetër. Jo vetëm po lodhen, po edhe po largohen. Shihni protestat realisht. Jo me foto. Jo pa qëllim jam në të protestë, unë një qëndroj çdo lloj proteste dhe unë jam plotësisht dakord me protestë. Jam plotësisht dakord. Po forma, mënyra se si kanë zgjedhur është e gabuar. Ta vazhdojnë. Janë zonë ta vazhdojnë. Por një protestë në të gjithë botën, një protestë e cila nuk ka kërkesa ekonomike nuk mund të triumfojë, se duhet prekësh të gjithë streset e popullsisë. Aty për inputet bujqësore s'ka asgjë. Po mirë, bëj një pyetje, do vi diaspora, vjen, ta e quajnë diasporë, se këta edhe termat i përdorin gabim o zotri. Nuk ka Shqipëria diasporë, ka refugjat, ka emigrant, po jo diasporë. Diaspora është koncept tjetër. Megjithatë këta e përdorin se ju pëlqen si fjalë. Po mirë, është klishe, ka mbetur, është një fjalë klishe që ka mbetur. Jo me vejnë vetë këta, jo se ka mbetur, po e vejnë vetë se nuk duan të quajnë emigrant. Kanë turp të quajnë emigrant. Megjithatë, kjo diaspora që erdhi, ju e pat, erdhi i ditën të nesër niku. Nuk është diaspora apo emigrantë që të transportojnë, të sjellin. Jetima Venaliu këtu. Dakor pra, po edhe aq për një ditë duhet me qenë falendërues gjithsesi. Ore, dëgjoj falendëruesi, dikur do isha unë apo jo? Falendërues do isha, do të thosha, o zotri, ky po na vjedh tokat. Po na pushton. Ju emigrant, kthej unë në Shqipëri. Hajdini në tokat tuaj, mbushini fshatat, mbushini qytetet. Që ti hiki ky njeri. Se kësa i thonë, në ka ardhej me pushtu vëndin, unë hiki edhe i them çlirohet vendi. Keni një gjuna njerë që të thonë, të bëjnë thire të kthehemi në Shqipëri? Jo me jo. Se duan rehatin e tyre. Edhe vinë këtu me bo spektakle. Është më e dëmshme ai që vinë për një ditë dhe zhduken se sa mos vinë fare.
Qofse duan të flasim realisht, qofse duan mëse të bëjmë qefin, e them protesta madhështore, u bë kjo, u bë ajo. Kush është rezultati? Se në fundit, kur niset një protest, ka rezultat. Rezultati kush është? Rezultati kush është? Po cili mund të jetë rezultati në këtë rast? Është rezultati se atë protest do ta kthesh në protestë ekonomike me kërkesa ekonomike, mos zotri. Jo me kërkesa politike, me kërkesa ekonomike. Sepse atë rrjeshtimin e bën gabim. Ju e keni parë, pika parë është dorëheqja e Ramës në mënyrë të panegociueshme. Po mirë, iku Rama, po këto për kërkesat e tjera, për çfarë vure? Do apo të bësh protestë tjetër kur të vijë qeveria tjetër. Domethënë, do të kuptojmë një gjë. Grupi organizator ka një problem. Grupi organizator del në protestë për të marrë përsipër protestën, e para për të vendosur pikat dhe për të vendosur pikat e kontaktit. Sepse çdo kërkesë ka edhe afate, ka dhe përshkallëzime, ka dhe bisedime. Nëse ti nuk arrin të komunikosh, nëse ti thua vetëm kjo është e imja dhe kjo mbaro filmi këtu, atëherë ky lloj përshkallëzimi duhet dalin një konflikt tjetër përse. Qofse ti thua unë këtu, tashi unë e kuptoj protestën, shumë mirë e bëjnë që e bëjnë, jam pro protestës se atje jam për ditë, por nuk shoh që të lëvizi protesta. Kemi ngel aty, marrin mikrofonin, zihen kush flasin me mikrofon, edhe ata që flasin dalin atje kot. Nuk japin asnjë lloj frymë, protesti nuk ngre frymë. Po, a ka një dorë nga pas që organizon gjithë këtë protest, sepse erdhi në mënyrë krejt papritur, duke pasur si indicje ato incident në Zvërnec? Po patjetër më erdhi, patjetër ka dorë, se nuk mundet. Po ta veni re, ditën e parë protesta kanë qenë të thirrura 4 grupime protestash në 2 të orë në të njëjtën vend. Po pse pa ju e mendoni se shqiptarët u ngritën merr në notës edhe u ngritën për flamingot? Apo për atë që u tërheq varë Zvërnec? Pikërisht pra. Ka shqiptarët? Po këtu e mbra mes Tiranës se ka çakove njëri. Kemi qenë dëshmitarë. Jemi ngritë me 5 vetë, jemi ngritë në protestë, janë vra njerëz. Zoti Merkoçi, në këtë rast, a e di Edi Rama se kush po ja bën vërtet këtë protestë kundrejt tij, pra që kërkon largimin e tij nga pushteti, pra ka një dorë që ai vërtet e di se kush qëndron mbrapa? Patjetër e di. Është në marrëveshje. Absolutisht. Protesta nisi në mënyrë të beftë. Nisi me emrin e Ivankës edhe të Kushnerit. Dhe po të vini re, gjithë media botërore nuk jepte luftën në Ukrainë, as ngushticën e Hormuzit se ç'pandon dhe ku është gjithë ekonomia botërore, po jepte protestën në Tiranë. Po si shpjegohet kjo? Patjetër që Europa luftën që kërkoi të bëjë, ose goditën që kërkoi të bëjë kundër Trumpit e realizoi nëpërmjet Shqipërisë. Pompeo dhe Cezari gjithë betejën e bën Shqipëri, nuk e bën vendet e tyre. Edhe sot Europa po përdoret. Ai janë zot shqiptarët ta shfrytëzojnë në të mirën e tyre është problemi, nuk është problemi se kush e bën, është tepër e qartë që Europa do ta bënte një sulm të tillë dhe bëri realizoi. Por problemi është, thash edhe herë, tek shqiptarët, do të dinë shqiptarët ta realizojnë këtë lloj proteste, ta rikthejnë në favor të tyre, pavarësisht se kush e nisi, si u bë, kush e financoi, ç'a bëri. Këtu është gjithë problemi. Dhe unë pranë tash që mbaroi ajo pjesa e parë e 20 ditëve, apo 10 ditëve, e cila ishin flamingot, etcetera, dhe ajo Ivanka, ajo Trumpi, jo ky, jo ai, mbaroi. Kjo televizionet e botës sot s'japin më për protestën e Tiranës, se gjithë televizionet nuk japin më për protestën e Tiranës, dhe vjen puna tashmë. Shqiptarët, a janë zot ta kthejnë këtë, duhet ta kthenin, pikërisht pse them duhet ta kthenin në çështje ekonomike. Në këtë rast ka element gjerman apo të vendeve tjera europiane apo amerikan që ja kanë hequr vizën Edi Ramës dhe tentojnë që ta rrëzojnë nga pushteti në një mënyrë të tillë? Atëherë unë po të them vetëm kaq.
Ja u kam thënë edhe të përsëris se përsëritja është më madijes. Ju kam deklaruar që në dasmën e Sorosit të Aleksit nuk ishte dasëm, ishte mbledhje. Dhe Rama ju kam thënë që Rama është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi që do të qëndrojë në qeveri me çdo kush, me çdo formë, me çdo çmim dhe çdo mënyrë. Ndoshta njerëzit e kanë marrë si retorik të zakonshme, nëse unë e kam pas tepër seriozisht këtë. Dhe Rama po tregon hapur që do përdori çdo lloj forme, çdo lloj mënyre, edhe degradimin e protestës, edhe goditjen e individëve, edhe çdo gjë do ta bëj vetëm që Rama të qëndrojë në atë post. Po të shihni edhe mbështetja që është tek europianë janë gjithë partitë e majta, partitë e gjenta, partitë e majta, gjithë ata janë ngritur dhe po bëjnë atë mbështetjen që po i bëjnë protestës. Por tash ishte momenti që u arrit, themi, qëllimi i tyre dhe tashmë ata vazhdojnë për inercinë e tyre, kanë mundësi sepse majtët e kanë këtë lloj propagande që bëjnë atë llojin e propagandës etj. Por me sa duket thash Rama po luan një politikë tjetër, një politikë të cilët kërkon edhe vetë Partinë Socialiste ta ndaj në dy pjesë, në një pjesë ku quhet pjesa e majt ekstreme, dhe pjesa tjetër e moderatorja që shkon drejt atyre një partie të pasurish, tipit të djathtë. Se mos harrojmë se Rama ka qenë qoftë në kongresin e TSU-s të Europës, ka qenë edhe në kongresin e Melon. Janë dy pozicione ku e djathta tenton janë të djathtës dhe çuditërisht Rama ka qenë i ftuar në ato. Dhe ka një politikë tjetër të cilët ai po kërkon ta zhvilloj për të zhdukur, domethënë atë që quhet ne reakcionarëve ai nuk na do, atë çfarë më bëjnë. Ne na asumon në çdo lloj forme, çdo mënyrë dhe ai do mundohet me çdo kusht që djathtat konservatore mos të ekzistojnë në Shqipëri. Kjo është qëllimi i Ramës dhe ai kërkon bëj një parti tashmë, tash ta ndaj partinë, prandaj është ato lëvizje që bëhen brenda Partisë Socialiste për ta ndaj partinë në dy pjesë. Pjesa e majt braçe e Erionat dalin si majtistët e thekur të partisë, nësa këta dalin ata pjesa e parilive të themi të partisë, sepse koncepti këtu kanë nëse ke para që është i djathtë, e kupton? Pra, vazhdon ajo propaganda e të majtës, por në atë formën që din ata ta bëjnë në atë lloj forme. Kështu që Rama nuk e ka problem qëndrimin në postë. Rama nesër mund dalit e balkonit, thotë unë jam dërheqen, krijon krizë parlamentare, futesh direkt në zgjedhje të parakoshme, kështu që prandaj thash duhet mekanizma për ta hequr Ramën në mekanizme ekonomike, që kushdo lloj qeverie që të vijë mas Ramës të ketë detyrën për zbatimin e kërkesave ekonomike të vendit. Jo pa qëllim thash, nëse Rama vendos minimumin etik, po letrej aty. Është i Zotit ta bëj, se bën. Se nuk e bën asnjë nga partitë politike nuk e duan. Ju e keni pa, Berisha doli për shembull tha që minimumi etik 200 euro, se si mund të jetojë një njeri me 200 euro, vetëm Berisha e di. Del avokati i popullit thotë me 230 euro. Në të njëjtën kohë që unë e kam deklaruar që 500 euro, se këta e duan me euro, normalisht duhet me lek, po këta e duan me euro, dhe unë pa ja u kthej me euro. 500 euro është më minimale që unë kërkoj. Sepse minimumi etik vendoset mbi bazë dhe kritere të veçanta. Jo se dua unë, apo do dikush ta caktoj, dhe nuk e caktoj as unë as dikush. Unë them, nën 500 euro nuk është. Mbi 500 euro është, po nën 500 euro nuk është, sepse llogarismë çmimet, taksat, të gjitha gjërat, shpenzimet që bën një njeri gjatë një muaji. Ashtu se që kanë gjithë vendet e botës e kanë. Emigrantët tanë që janë atje, kur janë pa punë, shteti ju jep që quhet asistencë. Ata e quajnë asistencë, unë ja u kam quajtur minimum etik. Dakor? Në Shqip quhet minimum etik. Në atje quhet asistencë. Pra gjithë bota ka asistencën. Shiheni sa e ka Italia asistencën, sa e ka Gjermania, sa e ka Franca, sa e kanë gjithë vendet që këta duan të shkojnë në Europë. Pra, Zoti Merkoçi, po. Dhe duke mos pasur anti do të shkosh ke zhëja. Dhe unë këtë po them, dhe këtë protest, nëse do ta kthejnë në protestë ekonomike, t'jeni të bindur që populli do vi. Po do të përshkallëzohet
me mosbindje civile. Keni parë në herë që dalin protestë dhe thonë nga ora 11 deri në 12 i kërkojmë gjithë bizneset, mbyllen bizneset. Keni në gjuhën e një? Jo. S'ka asnjë kërkesë. Nuk është thirrje hajdini mlidhuni këtu. E kupton? Tem populizma. Prandaj them duhet të kesh kërkesa të cilët të prekësh të gjithë stresin e popullsisë. Sepse duhet të kesh kërkesa dhe për inputet bujqësore, s'ka nevojë na, më thot mua do të jap 200 kg naftë, unë s'kam traktor, ti do më japësh naftë. Çfarë duhet nafta mua kur unë s'kam traktor? Kur unë s'kam kombajn me çata kor. E shi gruaj. Për çfarë më duhet nafta? Zoti Merkoçi, të ndalemi te pjesa se po kalojmë në një aspekt teknik që unë e kuptoj, është shumë e drejtë, po ndalemi te pjesa që çfarë e pret Edi Ramën në këtë situatë ku ndodhet, ku ju lat të kuptohet që ka një dorë të fuqishme qoftë nga jashtë që tenton të rrëzojë së bashku me protestën, dhe nga ana tjetër që ky është duke rezistuar, po në rezistencën e tij duket se ka humbur disi toruan apo jo? Unë nuk shoh se ka humbur toruan, unë shoh që ai me këtë lloj kërkese që ta kanë bërë dhe me këtë lloj forme, mënyre që vazhdon protesta, ai është në rregull. Ai bën sikur se skizofrenë është ai çketi. Ai ka këto filma, diti boj këto filmat kështu, sikur mërzitet, sikur bërtet, sikur kërcen, sikur bën. Pastaj shkon takon Macronin. E kupton? Stili Macronit. Ju e keni pa që fuqi që ka 18 muaj që vazhdo protesta, me 1,5 milion njerëz janë atje në protestë. Vazhdo. Vučić luajti lojën e tha mas 3 muajsh dhe jap dorëheqje. Këta majtisët e kanë këtë, se kanë programet e tyre. Se mos harronin, nëse këta janë të Sorosit, brenda Sorosit ka rryma të ndryshme që kërkojnë të përfitojnë sa më tepër. Nëse unë jam të pjesa që këtë protestin e bëri populli pa flamuj të partive dhe pse partitë janë mërë, se unë e shoh Qorrin, e Shenin, aty janë gjithë, po nuk dalin pak në tribunë, duhet të ishe kthyer në një protestë popullore me kërkesa për popullin. Dhe kërkesat në protesta janë gjithmonë ekonomike, unë ngul këmbë, gjithmonë janë ekonomike. Ata kërkesat ekonomike kthehen politike automatikisht. Se çdo protestë është politike. Se unë për sa kohë kërkoj qeverisë 1, 2, 3 gjëra ekonomike, patjetër është politike dhe edhe politike kjo. Dhe unë nuk i tremem kësaj, nuk mund të them që nuk është protestë politike. Se ti vepron politikisht me firmën që ke, unë veproj politikisht me mundësi që kam. Këtë më ka dhënë mundësi zoti mu, që të dalë të protestoj. Por protesta nuk mund të vazhdoj në mënyrë lineare. Duhet ketë përshkallëzim se s'bë. Në një protestë nuk kthehet në revoltë, ajo nuk quhet më, do doshohet. Dhe më vjen keq për këtë. Sepse po harxhohet energjia e popullit nga një grup njerëzish të caktuar. Ka që thjesht. Zoti Merkoçi, kemi bërë po. Ne kemi thënë ne drejtojmë protestën, ne marrim përgjegjësi për këtë. Dhe do bësh atë që të them unë. Derisa ka ardhur dhe unë kam përfshirë të gjithë, në atë kohë kemi përfshirë të gjithë popullin në kërkesa. Kanë qenë 17 kërkesa, po jo të viu me kërkesë. Rame dhe, ne se kemi pas nano jep dorëheqje. Nano e dha vetë sepse nuk i bloqoj, do të hajtë me rupafshë. Tavolin kam qenë me nano kur ka hikë. Patjetër. Shtetet janë luftë dhe bëjmë bisedime. Këta thonë nuk bëjmë bisedime. Këta thonë qeverinë do e vendosim në shesh. Si u vendos ka qeveria në shesh më bu? Që është ka qeveri që u firmos ka në shesh? Partizon që. Pra ne them, kjo protestë nëse nuk kthehet me kërkesa ekonomike, nëse nuk kthehet në gjithë përfshirjen e popullit, do të dështoj. Mund vje keq që e the. Mund të zgjasësh protestën pa fundësishme. Problemi është e rezultati. Dhe kam pas njëri që tha do vazhdoj protesta 3 vjet. Po ç'm duhet mund që vazhdo protesta 3 vjet? Ç'a fitoj unë? Fitoj që dal atje. Që pigjem diellën shi. Tu është gjitha. Dhe Rama të po bon. Rama tu ka protesta, ai ja fut në Francë, ja fut atje.
presidenti i Republikës nuk njihet me asnjë vend. E keni parë presidentin atë Haxhi Beron Begun se u bë dhe Haxhi tash. Nuk pyet fare për protestën. Nuk ka asnjë gjë. Kishte qenë duke luajtur gur me Po më lutavë më çke, s'ka problem, luzar. në Kirgjistan. Tavën me popullin. Pse? Sepse nuk ka kërkesa bazike. Po e ri përsëris. Një protestë nuk bëhet pa kërkesa bazike. Të ndalemi pak te pjesa më falni, të ndalemi pak te pjesa e reagimit të kryeministit Edi Rama, por edhe elementeve të tjerë të Partisë Socialiste dhe të qeverisë ku kanë denigruar publikisht element të protestës, figurat protestës dhe një ndër ta Dritan Goxhajn duke theksuar një herë që nuk ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe më pas doli dokument që sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës kishte qenë pjesë e UÇK-s. Në këtë rast pse qeveria kërkon ta njollos në mënyrë indirekte UÇK-n? Edhe herë. Sepse në mënyrë paradoksale flamuri i UÇK-s vjen protestë. Se çfarë lidhje ka protesta e Shqipërisë me flamurin e UÇK-s vetëm ata e di. Protesta nuk ka lidhje me UÇK. UÇK-ja është UÇK, një ushtri çlirimtare e Kosovës si s'ka bir nonë ti dali kundra. Dakor? Ata heroj që kanë luftuar aty. Kanë der gjak. Shumë nga ata I kam njohur vëlla. Nuk du t'i futem kësaj historie. Dhe nuk ka zot nëne në dy kom tokës që mund ta njollosi ushtri çlirimtar të Kosovës. Por ta përdor flamurin e UÇK-s në protestë Tiranës është mëkat. Unë të paktën kështu e shoh. Kështu e kam parë që ditën e parë dhe ja u kam thënë. Po s'mundin ndalosh njerëzit që të vinë me simbole të caktuara në protestë. I ndaloj, pra ne grupi organizator I ndalon. Patjetër I ndalon. Nuk ka pse duhet të vish ti. Po merr konotacion tjetër ajo, që protesta është kundër UÇK-s më pas. Pun ka UÇK-ja. M'fal. UÇK-ja ka bërë luftën, ka marrë luftën, ka të gjithë të drejtën e Zotit në Kosovë ajo të doj. Por, unë nuk e di se ka. UÇK-ja ka ngritur UÇK dhe është fut në UÇK në zgjedhjet të Kosovës. Nuk e di këtë. Unë nuk di se dilke në protestë të Tiranës dhe përdor UÇK-n. Për çfarë përdor? Ma thoni vetëm kaq, për çfarë përdor? Kush është simbolika që e përdor ti? Se e përdorin edhe folësit. Del ai edhe vërtet UÇK me mikrofon se aty flasin tek pa marrë gjitha, këto kush mundet. Jo kush mundet, por këtë duan ata. Por problemi është ai del UÇK dhe bërtasin gjithë UÇK se është masive, e kupton, rutinë. Po nuk ka lidhje. Nuk ka nevojë ti të përdorësh UÇK-n dhe t'i japësh armë atij tjetrit për të sulmuar ty. Por çfarë duhet? Çfarë do bie sjell? Mirë po, qoftë ti si grup organizator e lejon këtë, patjetër I ke dhënë armë tjetrit të të godasin. Kjo është e thjeshtë. Prandaj thash që nisi protestë pa një grup organizator. Pra, askush s'ma përgjegjësi. Se ç'a ndodh. Dhe nën rrogoz luftojnë gjithë. Kjo është e keqja asaj. Pra ne dhe ai tash ç'a bën goditje. Ke qenë, s'ke qenë. Dhe duke u godit këtë, ke qenë, s'ke qenë. Ushtari UÇK-s, ai s'poston vëmendjen nga protesta. E fillon me individ. E kthen pra nga një protestë, duhet merresh me protestën, merret me individun. Ke qenë ti, s'ke qenë UÇK. Sepse është ai simboli pra që del aty. Prandaj jep të drejtë ti ta thotë këtë llaf. Kur them të drejtë më thonë se gjithmonë.
Se ai s'ka si drejt, ai s'duhet rria si 4 sekonda aty. Jo, në fillim tha që ka agent iranian, më pas grek, më pas serb, edhe përfshiu edhe element nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Patjetër më. Ai do luaj çdo lloj guri. Pra ne ta thash pra ai, po e uri përsëris 500 herë. Ore, nëse do kishte një grup të deklaruar se kush është, ai nuk do kishte më çat thoshte. Po kur ti grupin e mam qeftas, i herë den njoni, i herë den tjetri, i herë den tjetri, i jep mundësin për të shpërthy dhe për të bërë këtë lloj pisliku. Oj, unë kam thirë proteste, në thrasu në proteste më vlarë, marë unë përgjësin, më që është kjo më që duhet jem anonim? Që u po kam proteste me anonim më vlarë? Si s'gjatë proteste 26 ditë 27 bënyrë anonime më? Nga dolëm këto kërkesa, kush i shkrujti këto kërkesa, ku e aprovun këto kërkesa, aty ishim ne, sa pyti njëri në që qa kërkesa shka. Parulla e minimumit jetik aty është se ka përmen njëri. Si, kush i nëzori këto kërkesa? Se protesta u bërë flamingon. Nga dolëm këto kërkesa? Ma grup, hajde maj përgjësi për atë që bënë. Në qëfë se unë thrasë njësit, unë do maj përgjësi për atë thiri që bëjë. Në qëfë se e bëjmë, hajde ti bëjë sigur bëjë, unë bëjë sigur gëdas, ti bëjë sigur një gjohë, unë bëjë sigur gëdas, përse s'quat më. Thash, ka 27 ditë, unë kej përshkallëzim protestës e vla. Nuk ka një përshkallëzim protestës. Pse? Sepse ti, qëfë se du t'i thuash bizneseve, të vogla dhe të mesme që zotëri, nga ora 11 deri në 12 do fillojmë, nga ora 11 deri në 12 do të mbyllin dyqanet. Ata duhet të kenë një kërkesë të tyre, pra për gjysmimin e taksave ose heqja e taksave, kësaj takse për biznese, se po më pyetën po bëhen si arrin çmimet të njërin tjetër. Kene kërkesë që ti bësh kërkesë bizneseve që të mbyllin dyqanet? S'ke. Si do e përshkallëzosh protestën? Me xhiron bulevard? Me gjyre duke e ra Tiranës rrumullak. Protesta ka koncept. Zoti Merkoçi. Inshallah zot, nesër ikën Rama. Po qofse ne presim që të i heqin tujt, po s'ka nevojë për protestë fare, se po ja preu mandatin ai atje. Ma thonë në Qoranit, s'ka nevojë për protestu, se ja pret vete. Pam. Zoti Merkoçi, a mendoni se ka një përpjekje të Albin Kurtit dhe element të tij për të rrëzuar Edi Ramën në Shqipëri? Albin Kurti siç e ka përça Maqedoninë, siç ka përça Kosovën, normal që ka njerëzit Albin Kurti aty jam se si shohim ne asnjë punë. Patjetër. Albin Kurti ka pasur test të tij bashkimin e trojeve shqiptare. Është bashkë Albin Kurti, marksist-leninist bashkë troje. Albin Kurti dhe njerëzit që kanë ardhur nga Kosova, kanë ardhur në këtë protestë, janë njerëzit Albin Kurtit, të cilët normal që vinë për të fituar atë simpatinë e tyre tek populli, tek vetë vendosjes, se mos harroni se Albin Kurti ka dhe një deg të vetë vendosjes në Shqipëri. Tash për mua hallin e shqiptarëve të zgjidhen shqiptarë më kujtohet një ditë një nga këta refugjatët e Kanadas, ai vetë njëri që tha një fjalë tamam, që tha që mos prisni nga ne mund të bëjmë mbështetje, tha mos prisni zgjidhje nga ne, tha zgjidhje do ta bëni ju këtu, tha nuk e bëjmë dot ne, tha se erdhi një ditë nga Kanadaja, kështu që edhe zgjidhjen mund ta bëjnë arë mbushja sheshit me kosovar, apo nga Malizia, apo nga Maqedonia, për të ardhur, për të mbushur sheshet në Shqipëri, për të rrëzuar Ramën. Për mua është shqiptarët që jetojnë këtu në Shqipëri, dinë hallet e vendit, dinë se si preken dhe dinë se si largohet Rama, se është halli i tyre për të larguar Ramën një orë më parë. Nuk është halli Albin Kurti, nëse sjell njerëz, sjell thjesht për përfitimin politik asgjë më tepër.
Pra ne do thash edhe flamurin e UÇK-s, të cilin e fusin, është pjesa e Albin Kurtit, i cili i lumë të filma me patriotizm, sepse mas patriotizmit dhe nacionalizmit gjithmonë fshihen këta skutët, të cilët e kanë për program. Nuk e kanë reale, por e kanë thjesht për program. Një nga këta është edhe Albin Kurti. Sa mundësi reale ka që Albin Kurti ta përmbysë Edi Ramën në këtë lloj mënyre përmes protestave? Mund ta përmbysi Albin Kurti Ramën nëpërmjet këtyre protestave, ai sa mund shkoj unë në Kosovë të përmbys Albin Kurti me protestat e shqiptarëve, të shkojmë në shqiptarët e përmbysin Albin Kurti, është nonsens. Është nonsens kjo, nuk ai e bën thjesht për të përçarë, thjesht për të futur përçarje dhe për t'i dhënë partisë vetë, domethënë për t'i dhënë disa kontribute të cilat as i ka merituar ndonjëherë, as më meriton, por gjithsesi tash marksistët janë të tillë. Mos harroni se Albin Kurti është pjesë e Sorosit, nuk është një njeri. Albin Kurti nuk bëri dot qeverinë e vet, nuk që i zoti e tregoj si sa nacionalist apo patriot është Albin Kurti, kur e majti Kosovën 18 muaj e ka mbajtur varur dhe vazhdon ta mbaj varur, është skandaloze. Albin Kurti mund ta zgjidhte mjaft mirë çështjen e politikës brendshme të Kosovës. Ndahet Kosova dhe po shohim që në Kosovë nuk po funksionojnë as institucion, edhe kur them institucione, po flas për institucione dhe thjesht ajo më parlament dhe president që nuk funksionojnë dhe nuk funksionojnë. Që Albin Kurti mirë të shohë hallit e Kosovës, se zgjidhë problemet e Kosovës, të sjellë njerëz këtu për të mbush sheshet, sepse nuk ka të asgjë. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.